Okay, the Albanian Prime Minister, Edi Rama, has given an interview to The Guardian. Politikani britanik Nigel Farage është drejtuar me tone të ashpra kryeministrit shqiptar Edi Rama, teksa i ka kërkuar të marrë mbrapsht të gjithë shqiptarët të dënuar për vepra penale të ndryshme në territoret britanike. The Albanian Prime Minister. 1 në 50 shqiptar në Britania në burg. Kryeministri shqiptar na kritikon për Brexitin dhe thot se Britania është në një vend të errët duke kërkuar vende për të braktisur emigrantët. Rama pretendoi se shumë nga ato që themi pas Brexit janë bërë krejtësisht të papranueshme, krejtësisht qesharake, krejtësisht të turpshme. Në përgjigje të këtij reagimi, kryeministri Rama sfidon deputetin britanik për një përballje shifrash reale, duke theksuar se pretendimi i tij është i tejfryrë. Basi i kreut të qeverisë shqiptare shkon më tej, duke u zotuar se nëse vërtet 1 në 50 shqiptar në Britaninë e Madhe është i burgosur, atëherë ai do t'i marrë të gjithë në Shqipëri. Ajo që thatë se 1 në 50 shqiptar në burg nuk është fakt, është absurde. Një klasik i recetës pas Brexit të post të vërtetës. Nëse tingullon frikshëm, duhet të jetë e vërtet. E dini çfarë del kur i kontrollon vërtet numrat? Befasi. Të sjellim të 2 shifrat tona në tavolinë. Nëse pretendimi juaj se 1 në 50 rezulton i sakt, unë personalisht angazhohem t'i marrë të gjithë mbrapsht. Nuk është një titull konkurrues, është një angazhim publik. Por nëse ajo statistik friksuese del të jetë thjesht karburant për tabloide, nuk ka nevojë për falje, as për dram. Thjesht do të vini në Shqipëri si i ftuari i minderit. Do të përjetoni diell të vërtet, mikpritje të vërtet dhe më e rëndësishmja, fakte të vërteta për Shqipërinë dhe njerëzit e saj të mrekullueshëm. Deklarata e deputetit Farage ndaj emigrantëve shqiptar erdhi pasi kryeministri Rama, gjatë një interviste për The Guardian, tha se plani i Starmer për të dërguar azilkërkuesit jashtë vendit tregon se Britania post Brexit ndodhet në një vend shumë të errët.